Në Shqipëri vazhdon të mbetet dukurish shqetësuese largimi i trurit, duke shkaktuar njëherësh mungesën e profesionistëve në vend. Sipas Eurostat, që nga viti 2019 është rritur ndjeshëm numri i kartave blu për shtetasit shqiptar nga shtetet e BE-s, duke dhënë rreth 900 të tilla në vit. Karta blu është një leje pune dhe qëndrimi për personat me kualifikime të larta nga vendet jo anëtare të Bashkimit Evropian, që nga viti 2019 deri në vitin 2023, sipas Eurostat, janë dhënë 3495 karta blu për shtetasit shqiptar, një rritje e fortë duke krahasuar me vitin 2012, kur ishin dhënë vetëm 15 karta blu. Numri më i lartë i kartave blu është dhënë nga Gjermania. Në vitin 2021 ky shtet dha 823 karta blu për shtetasit shqiptar, ndërsa në vitin 2023 u dhanë 716 leje. Ata që kanë përfituar këtë kartë në Gjermani paguan me të paktën 43.000 euro në vit, që është dhe kriteri minimal për të aplikuar për kartën blu. Në vend të dytë renditet Italia e ndjekur nga Austria, Polonia, Luksemburgu dhe Belgjika. Gjermania u bë vitet e fundit një destinacion i preferuar i profesionistëve nga Shqipëria, kryesisht në fushën e teknologjisë së informacionit dhe mjekësisë.